Eksperti i sigurisë Drizan Shala ka ngritur alarmin se SANU, Akademia Serbe e Shkencave dhe Arteve, po funksionon si qendër strategjike e prodhimit të narrativave dhe doktrinave që synojnë ndikim afatgjat të Serbisë ndaj Kosovës. Sipas tij, SANU operon si strukturë mbështetëse për aparatin politik, diplomatik dhe të sigurisë serbe, duke promovuar narrativën e zonave të shenjta serbe, me synim krijimin e statusit të veçantë juridiko-territorial brenda Kosovës. Shala paralajmëron se bashkëveprimi i SANU me Kishën Ortodokse Serbe po shndërrohet në platformë të operacioneve hibride dhe psikologjike që mund të krijojnë terren për ndërhyrje politike e diplomatike serbe. Ai apelon që institucionet e Kosovës të sigurisë të kalojnë në modelin e monitorimit të narrativave strategjike në mënyrë që të parandalojnë fazat e ardhshme të ndikimit. Në vim, shkrimi i tij plot. SANU, motori i fshehtë strategjik që drejton arkitekturën e ndikimit serb ndaj Kosovës. SANU si organi më i lartë akademik në Serbi është duke operuar gjithnjë më shumë si një hub strategjik që prodhon korniza doktrinale për aparatin shtetëror serb. Në praktik, ajo funksionon si strukturë mbështetëse e operacioneve të ndikimit, duke formuluar narrativa që më pas shpërndahen nga sektori politik diplomatik dhe i sigurisë në mënyrë të sinkronizuar. Ky rol e pozicionon SANU si element kyç brenda ekosistemit të inteligjencës konceptuale të Serbisë, ku ideologjia transformohet në instrument presioni. Narrativat e reja të SANU rrotullohen rreth konceptit të zonave të shenjta serbe, të cilat po përpunohen si platforma juridike strategjike me synim krijimin e një statusi të veçantë brenda territorit të Kosovës. Kjo është një qasje tipike e operacioneve hibride, ku diskursi fetar përdoret simboles për objektiva territoriale dhe si mekanizëm për dominuar sovranitetin funksional të Kosovës. Në thelb, bëhet fjalë për një strategji të sofistikuar të ekstraterritorialitetit të ndërmjetëm, një taktik që synon fragmentimin gradual të arkitekturës shtetërore të Kosovës. Në bashkëveprim me Kishën Ortodokse Serbe, SANU po krijon një kornizë të koordinuar narrativo-operacionale, ku mesazhet fetare përdoren si sinjalistik politike dhe si instrument për aktivizimin emocional të komuniteteve serbe në Kosovë. Ky tandem krijon një mjedis të favorshëm për operacionet politike dhe psikologjike, që synojnë të prodhojnë perceptimin e rrezikut të justifikimit moral për ndërhyrje të reja politike e diplomatike të Serbisë. Për Kosovën, kjo sjellje paraqet një kërcënim strategjik të nivelit të mesëm dhe të lartë, pasi operacionet e SANUs nuk janë të dukshme, nuk janë të formalizuara dhe nuk mund të trajtohen me instrumente të zakonshme të qeverisjes civile. Sanimet, verifikimet dhe auditimet e një partie politike zëvendësohen me një aktor i cili gëzon imunitet të natyrshëm në fushë publike. Pikërisht, kjo e bën këtë institucion një vektor të rrezikshëm të luftës hibride. Për këtë arsye, institucionet e sigurisë së Kosovës duhet të kalojnë nga monitorimi klasik te një model i vëzhgimit të narrativave strategjike, duke analizuar në mënyrë të vazhdueshme produktet publike dhe sinjalet e SANUs. Vetëm përmes një qasje të tillë proaktive është e mundur të parashikohen dhe të neutralizohen fazat e ardhshme të operacioneve të ndikimit dhe projektimit strategjik serb në territorin e Kosovës.